Konkluzioni I përgjithshëm është se Komuna e Prishtinës gjatë periudhës 2021-2023 nuk ishte efikase as efektive në procese nga lëshimi I lejeve të ndërtimit deri tek pajisja me certifikata të përdorimit. Ka mungesë të kontrolleve gjatë lëshimit të kushteve ndërtimore, trajtim jo të barabartë të kërkesave për leje ndërtimore, mungesë të inspektimeve të mirëfillta dhe të rregullta, si dhe mekanizmi për pajisje me certifikat të përdorimit nuk është efektiv. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë viteve 2017-2021 janë pajisur me certifikat të përdorimit. Sipërfaqja ndërtimore e lejuar në leje të lëshuar krahasuar me kushtet ndërtimore është tejkaluar deri në 56%, apo në 3 deri në 5 kate më të larta se sa janë parapar në plan. Vonesat në lëshimin e lejeve ndërtimore sillen nga 3 deri në 30 muaj. Kjo rrjedh si rezultat I shpërndarjes jo të duhur të detyrave tek zyrtarët përgjithës, ku një zyrtari është deleguar trajtimi I rreth 100 lejeve të ndërtimit, ndërsa një tjetri vetëm 2. Për realizimin e këtij projekti janë siguruar financime të konsiderueshme nga disa burime ndërkombëtare dhe kombëtare, të cilat pas përtritjes së disa marrëveshjeve nga Infrakos dhe Qeveria e Kosovës dhe me palët e tjera në vitin 2023 kanë arrit në vlerë 250 milion euro. Në vitin 2015, Infrakos, duke u mbështetur nga Qeveria e Kosovës, ka nënshkruar marrëveshje në vlerë për 208 milion euro me BERSH, Bankën Evropiane të Investimeve, e cila është ratifikuar më pas në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Tutje në vitin 2023, nevoja për hua shtesë si pasojë e vonesës në realizim ka bërë që të kërkohen edhe 38 milion euro hua dhe 4 milion euro fonde të tjera, të cilat e rrisin vlerën totale të projektit të 250 milion euro. Gjatë viteve 2015-2024, për projektin rehabilitimi I linjës hekurudhore dhe linja Hoanje-Lezit-Leshak, janë paguar 92.3 milion euro apo 37% e fondeve të ndara. Nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se realizimi I shpenzimeve për këtë projekt nga viti 2008 deri në vitin 2020 ka qenë shumë I ulët. Kompania në shtator të vitit 2021 kishte lidhur kontratë publike kornis, mirëmbajtja dhe riparimi I infrastrukturës në deponisë sanitare dhe stacionet e transferit me vlerë totale indikative prej 1.4 milion euro për periudhën 3 vjeçare përkatësisht 36 muaj. Ndërsa sipas auditimit shpenzimet për këtë kontratë deri në qershor 2023 ishin 1.7 milion euro. Konkluzioni I auditimit është se kompania nuk ka arritur të bëjë menaxhimin e kontratës sipas kërkesave ligjore. Devijimi nga kushtet e kontratës është material për faktin se në 8 pozicione lidhur me menaxhimin e kontratës, sasitë e parashikuara me kontratën korniz ishin tejkaluar mbi limitin e lejuar ligjor prej 30%. Ndërkohë që 46 pozicione tjera nuk ishin realizuar fare. Pra tejkalimet e sasive të kontraktuara për pozicione të caktuara ishin me një kosto shtesë prej rreth 1 milion euro, mbi pragun e lejuar prej 30%.